Bismillahirrahmanirrahim. Kjo nuk është një faqe lajmesh, nuk është as një tribun për të komentuar çdo zhvillim. Kjo është një dritare reflektimi dhe burimi. Këtu nuk do të flas për çdo temë, nuk po bëj gazetarin e as të gjëdhishmin. Besoj se feja ka nevojë për qartësi, jo për zhurmë, për kthem te parimet, jo për reagime të nxituara. Nga kjo dritare do të gjeni reflektime mbi ajete dhe hadithe, udhëzime praktike për jetën dhe fenë, shkëndijë nga mirësjellja fetare dhe herë pas here komente mbi ndonjë ndodhi që mund të na ndihmojë të kuptojmë më mirë realitetin tonë. Qëllimi nuk është polemika, qëllimi është qartësimi. Feja islame nuk ka nevojë për shtesa e as zbutje ose egërsim të saj sipas kohës. Rëndësi ka përpjekja për ta kuptuar dhe jetuar mesazhin e Allahut të lartësuar nëpërmjet burimeve kryesore që na i ka dhuruar, fjalën e tij dhe sqarimet profetike. Nëse kjo dritare na afron më shumë me udhëzimin e Allahut, me Kur'anin dhe me Sunetin, atëherë ajo e ka arritur qëllimin e saj. Mirë se vini te burimi.